Sot Shqipëria de jure është në kontrollin e Izraelit. Mbani shënim të që po ju them. Në kontrollin e shtetit izraelit. Pasi u kultivua nga viti 92 deri në vitin 2026. Kanceri brenda Shqipërisë, u mboll kanceri brenda Shqipërisë nga mafia Soros, nga familja Soros. Ne tashmë kemi kaluar zyrtarisht në kontrollin e Izraelit. Është një histori. Ke kamera. Po, jam ke kamera ime, okay. Kur je vetëm je ke kamera aty. Po, kjo që është më e mirë. Po. Për më të mirët. Dua të shpjegoj njerëzve arsyen pse unë merrem gjithmonë me teknikën e gjeologjisë së gjeopolitikës. Gjeologjia e gjeopolitikës ka të bëjë me faktin që kur ti shef një situatë, do ta studiosh në të shkuarën e saj dhe kontekstin e saj global. Asnjëherë nuk mund të shohësh dot një situatë konkrete që të ta kuptosh nëse ajo nuk është e lidhur si në hapësirë dhe në kohë me gjithçka tjetër. Pasi janë 1 milion faktorë që ndikojnë në çdo ngjarje dhe disa faktorë ndikojnë më shumë, disa më pak, por në thelb ti e ke pamundur të kuptosh efektin domino kur shef vetëm dominon e fundit. Duhet të dish ku filloi që të kuptosh ku mbaroi. Sot ky podcast ka objektiv që t'ju tregoj juve se kjo dhunë që ka ndodhur sot është vetëm simptom e një sëmundje, e një kanceri, i cili sot është në fazën e tij finale, dhe është kanceri më i rrezikshëm dhe final. Pse final? Është terminal. Në qoftë se ne nuk shpëtojmë nga ky kancer, ky vend do të vdes. Shqipëria mbaron. Dhe ky podcast synon që t'ju mbush mendjen atyre që nuk është mbushur akoma, që pjesëmarrja jon protest është ilaçi i vetëm që kemi, dhe pavarësisht se ne mund të jemi dëshpëruar për faktin që Rama nuk jep dorëheqjes, ne këndojmë Rama jep dorëheqjen. Natyrisht që unë nuk besoj që Rama bie me këngën tonë, po unë besoj që kënga jonë është prodhon një rezonancë të përnaçme, të përditshme, kudo që shkon në veshët e Ramës për ta çmendur dhe për ta bërë atë që të shkojë drejt gabimit që ne presim që ai të bëjë. Gabim i cili do sjell rrënimin dhe fundin e tij, njësoj si Kadafi. Koncepti është që ajo që duhet të tregoj sot mund të duket pak e largët dhe pa lidhje. Po do më kuptoni, siç e ndukur ato që kemi thënë para disa kohësh, që ajo erdhi momenti. Që kam 20 vjet që i them. Dua t'ju kujtoj të gjithëve që pa kuptuar se pse Shqipëria ishte në kontrollin e Jugosllavisë nga viti 44 deri në 48 për të bërë Republika e Shtatë e Jugosllavisë. Nga viti 48 deri në vitin 60 në duart e Bashkimit Sovjetik, që ishte pjesë e lindjes komuniste. Dhe nga viti 60 deri në 77 të Kinës komuniste, sido që ishte nga 48 e deri në vitin 77, Shqipëria ishte në kontrollin e një regjimi kriminal i cili parajsën e denin e Europës, Shqipërinë pra, e ktheu në një ferr, në një ferr të madh nga kopshti i Edit në kopshtin e ferrit, apo më saktë në humnerën e ferrit. Nga kopshti i Edenit në kopshtin e Edit. Sa bukur. Asa më ke pëlqyer. Sa më ke pëlqyer. Sinonim është edhe imshme, po sado që duket si ishte bukur. Do ta përdor. Ishte mrekullueshme kjo që the. E di si vin këto mendime dhe idetë vin kur jemi situata të vështira dhe Shqipëria dhe ne shqiptarët jemi situata të vështira. Ky kopshti i Edit nuk është kopsht. Sepse ai është psikopat. Në kuptimin literal të fjalës. Po çfarë do psikopati, është i veçantë. Unë kam thënë gjithmonë në shumë podcaste të tjera dhe përpara, po dhe në status që Edi është një kimer. Kimera është një ndërthurje kur ti bën një ndryshim dhe jep një rezultat për shumë midis gjarprit dhe po themi krokodilit. Në ç'kuptim, kimera është një koncept i antikitetit grek, i një përbindshi që vjen nga bashkimi i dy kafshëve. Rama është një kimer, një përbindësh që i ngjan një hibridi midis Kaligulës dhe Neronit. Kur e them Kaligulën dhe Neronit, çfarë duhet të them? Kaligula është një psikopat pervers, Neroni një psikopat mediokër, që e mbante vetëm për artist. Kaligula ishte një monster sadiste që organizonte spektakle të torturave njerëzore më të papara në histori. Bënte si thosh tortura edhe me karakter seksual në spektakl, në show, në ambiente të mëdha.
dhe ishte një çmendur, madje bëri Kalin, e bëri senator për t'i thënë senatit që vini Sakalim. Dhe Kalim mu ta bëj senatorin. Dhe ndërkohë ne kemi parë Ramën se ka mbush parlamentin, apo jo? Po. Me Zeqineta apo me atë kafshën e Elbasanit. Po ndërkohë Rama i ngjan shumë edhe Neronit. Ai që do gjë Romën. Apo më sakt, një mediokër që pretendon se ishte artist. Dhe ishte edhe një monster dhe pervers edhe në raport me familjen e tij. Rama është mes të dyve. Kjo monster psikopatike, kur ti thua kopshti i Edit, ka të bëjë me këto dhe kopshti që fola unë. Atë të Kaligules dhe të Neronit. Një kopsht në flak që do gjë Romën. Një kopsht pervers si Kaligules, që bënde tortura me karakter edhe seksual. Një lloj sadomazokizmi absurd, deri në nivele ekstreme. Këto dy këta psikopat trajtohen në histori si dy monstra. Rama është midis të dyve. Pra merr perversitet e njëri dhe të tjetrit dhe i bashkon në surratin e tij. Dhe kur ti thua kopshti i Edit, shpjegimi është ky kopsht zoologjik, ky cirk. Po krejtësisht i lig dhe mbi të gjitha, ky është fundi i historisë tonë. Në qoftë se nuk do të jetë fundi i tij. Zgjedhim të jetë fundi i tij, që mos jetë historisë tonë. Dhe ajo që të thoja për konceptin e asaj që do të tregoj sot, lidhje me pse ka rëndësi të kujtojmë se si Shqipëria ishte në varësinë e Jugosllavisë në vitin 44-48, ju kujtoj që Shqipëria aplikoi një manual. Manualin e kishte shkruar Vaso Çopullović. Manuali Vaso Çopullović në vitin 1944 dhe 48 parashikonte që në vitin 43 Çopullović tha do bëjmë një listë të zezë, listën e zezë të leadershipit shqiptar dhe do t'i azisojmë. Edi Rama, Enver Hoxha, se ngatrojmë këto emra, Enver Hoxha bëri një listë të zezë që erdhi nga Beogradi dhe brenda 4 viteve të sundimit Beogradit Tiranë, ai masakroi, zhduku dhe vrau të gjithë elitën bazë të Shqipërisë. Dhe në vitin 48, kur Shqipëria kaloi në varësinë e Bashkimit Sovjetik, Enver Hoxha konsolidoi pozitat e veta për gjithmonë, deri në vitin 60 që u lidh me Kinën, duke u prishur me Bashkimin Sovjetik, siç do shpjegoj një herë tjetër në një podcast të ri që do të kemi, që ishte një zgjedhje e organizuar në bashkëpunim me Beogradin, pasi regjimi jon komunist nga viti 44, pa deri viti 41, deri viti 90 ka qenë totalisht në kontrollin e Beogradit. Dhe jo të Beogradit Jugosllavisë, po të Beogradit Serbisë. Sa për ta mbyllur me shumë pak fjalë, do ju kujtoj që në vitet 70-80 Enver Hoxha nuk i bënte pushimet në dhërmi, por i bënte në tushemisht. Arsyeja pse Enver Hoxha i bënte në një vend në kufi me Jugosllavinë